Nuk jam asun dhe askush dhe asnjë shtet, asnjë qeveri në botë që mundet me asgjësu dhe me zhduk një kombë ose një shtet pa pretekst. Pa pretekst, vetëm e vetëm se mendon se është më i fortë. Intervenimi i Amerikës dhe Izraelit sot, që kanë intervenu, është me një shkast madh, se është kërku nga shtetet fqinje të Iranit që sot në një farë forme po sulmohen me raketa siç janë shtetet e Gjirit Persik. Pra, Amerika dhe Izraeli nuk do ta kishin sulmu në asnjë mënyrë Iranin pa lejen dhe pa bekimin e Arabisë Saudike, Emirateve, Kuvajtit, Bahreinit, por edhe pa lejen e Turqijës. Pavarësisht që Erdogani derdh lot krokodili, bozat e NATO-s janë në Turqi dhe sulmet priten vazhdojnë edhe prej Turqijës. Prandaj na habitemi disa që nuk po duan të reflektojnë